mëngjesi dhe mirë se keni ardhur në një video të re këtu në kanalin tim. Jam zgjuar tani, jam zgjuar vonë domethënë, ora është 10, sepse kam orar në 11 në studio dhe do iki që të bëjmë orarin. Pastaj do rri me Denzelushin dhe Jonën, sepse sot është dita e fundit që ata janë në Tiranë. Nuk e di se si do e përjetoj largimin e Denzelit. Ma merr mendja që do mërzitem shumë, por po e përgatis veten paraprakisht që mos mërzitem shumë. Tani do ju tregoj një gjë që kam bler dje tek Tegu. Tani në janar janë bërë goxha ulje, edhe pse jo si jashtetit, por që mirë, kishte ca ulje. Dhe tek Fashion and Friends bleva një palë gjinse Levis. Shikoni. Janë këto. Kur ti vesh, do ju a tregoj, janë mam jeans. Dhe më përpara kanë qenë 130, tani i mora 78. Kështu, i provova, më pëlqyen edhe i mora. Mund të kem bërë edhe blerje të tjera, por do ju a tregoj më vonë. Tani fillon jeta si normalisht, se kam qenë shumë hallakatur prej punës, edhe sepse i kushtoja kohën Denzelit, tani do jem mbase më shumë në YouTube, 100% do fokusohem. Ja ku janë edhe thonjt e reja që sapo i kam bërë, tek IBC-ja sigurisht, shikoni sa bukur. Më pëlqejnë shumë. E ndryshova vetëm një herë për të provuar njërën. Në fakt e kisha lënë orarin gabimisht në Vasilçanto, po kishte qenë një tjetër që duhet të shkoja. Nejse, nuk më ka pëlqyer fare. Do me thënë që nga Frenchi, që nga produktet që përdornin, nejse, nuk më pëlqeu, kurse IBC-ja i ka produktet e Victoria Vinit dhe puna del dhe më e bukur kur janë produktet cilësore. Kështu tani ikim në punë. Vishemi mirë sepse e ka dhënë shumë ftohtë sot. Ndërkohë nuk kam hequr akoma pemën. Tani do hap 2 agenda të reja që kam porositur. Është hera parë që porosis në kjo faqe. Shohim se si do jetë. Wow. Heren. Kjo është paketimi i agendës. Nga e kam marrë tek Purified Planners. Më doli në Instagram edhe më pëlqeu shumë një agent që ishte fix për mua. Më thash dhe marrë edhe për vete edhe për Belën. Mua ma bëri dhurat Jona, motra, unë dhe ja bëj Belës. Sa cute. Që nga shumë i bukur paketimi, më vjen keq ta prish, të bëj një foto një herë. Shumë cute. Dhe kjo është agenda që kam zgjedhur me kafe sigurisht. I love it. Nga jashtë që nga shumë e bukur. Të shikojmë tani nga brenda se çfarë ka. Fillon me këtë shkrimin, krijo jetën që do. Dhe një shënim nga vajza e Purified Planners. Jam shumë e lumtur që zgjodhe këtë planifikues për ta bërë pjesë të jetës tënde. Si ta përdorësh para se të lexosh këtë faqe, shfleto çdo faqe dhe njihu me të. Interesante. Që ka plani kujdesi të vetes, vlerësim ndaj vetes. Më pëlqej shumë. Krijo rutinën ideale. Shumë e bukur. Ja ku erdhi dhe Bela, që ke marrë? Marrë për ngrënë ju.
Hajde, Tani ullu. drejt pasi ore, që do hani dhe tani dhe drejt? Drek ha më vonë, s'ka gjë. Tani kjo është një dhuratë që unë i kam bërë Belës. Dhe ne shfrytëzojmë që akoma nuk kemi hequr pemët Po. në studio. Që kur çdo që të vitë bëj setet e vitit ri që i ka ngelur pishman, Deri në datë 10 keni kohë. do i bëjmë 5% ulje. Nga Bela, po erdhët Po. nga përdor Bela. kodin Bela. Përdorni kodin. S'ka gjë, ju a bëjmë dhe më shumë ulje. Kujdes mos e 10%. prish. Ja 10%. Në Eva me këto dhuratat. Mendova se i kishte mbyll për vitin e ri. Jo. Nga ana tjetër mi ktheje. Shiko këto detajet. Hape kështu. Nga këtej. Bie. Ua, sa e bukur. Po pra, kishte paketimin super, se unë hapa timen, do me thënë. Dhe ka marrë njësoj si e imja. Ua, sa e bukur. Është shumë e bukur, por brenda i ka shumë të organizuara. I ka shumë, do me thënë, Ua, ke vlerësimin ndaj vetes, qa nuk ke? sa bukur. Mëngjesi. Po. Do shkojmë këtu që kemi bërë gjë me bizele sot. Unë s'kam Ua, bërë sa asnjë bukur. gjë për shembull. Sot jam mirënjohës që më dhurove ti. Një Agend, një agent kaq bukur. ja ka dhe kështu shkrime, Ua, shqyllimet sa e e tua. ka. Është shumë e bukur. Mbarova punë në studio dhe tani po iki pak te mami të ri me Denzelin. Ai është në gjumë dhe unë do mundohem të editoj vlogun që mund ta nxjerr ose sot ose nesër, po me shumë mundësi nesër. Edhe kështu sot është një ditë e ftohtë, ka rënë borë në dajt, po si nuk bie këtu xhan. Nejse, s'ka problem se unë isha në borë. Ndihmon mua të editojnë. Hajde Denzel, stype. Ho. Do zgjedhim në një muzikë? Sife. Mos styp gjë more. Në Denzel. Shi muzika. Denzelushi e ka shumë qef laptopi. Denzel? Që të shtypi muj. S'ka gjë. Denzel? Jo. S'do me në pyeta. Tezë mbar tezë. Shisi ma shkaraviti, ore ti. Denzel, të pëlqejnë lekët, të pëlqejnë lekët. Mos ma lëviz shumë ojon, bajnje. I do? Jo, i do tezja. Lija tezjes. Kemi ardhur të pim një çokoladë të ngrohtë me tezi. Dhe shiko si kemi bërë buzhët. O Denzel, qa ke bërë kështu more? Je bërë si zhulaq. Ashtu je bërë? Shi si je bërë? Si për të. O teze, Bëm zhullu bëm, shif. ma ke nxjerr çonin nga rrugë e Zotit. O Denzel, o mami. Bravo Denzel, flut. Teza, i klar. Ja si u bë tezja. Zhul. Qa the ti për këto pantallonat? Po, këto fije që të kanë dalë kështu. Qa kanë këto? Kanë dalë fije me shikosh. E po është moda, moj është moda. Moda, të shi moda si. Shikoj e. Pengohesh këtu në për këto. Pengohem, Apo ja vudja. Mirë mëngjesi nga një ditë tjetër, sot është koha vetëm me shi dhe unë jam shumë e lumtur se kam nisur ditën me muzikë, me këngët e yllit dhe kam fikur tani sepse na kap copyrighti, se ngeli duke më kap. Edhe kështu do dal për drek me Belën. Mendojmë të ikim te Ulliri sepse na pëlqen shumë ushqimi atje. Mos zhgënjemi në restorante të tjera. Qashi u filloj.
Është veshja që do vesh sot. Është një fustan i Zarës që ka kohë që e kam bler dhe nuk më del kur nga qefi. Shumë i bukur, do ja u tregoj veshur. Edhe mendova që me këtë fjongon ta vendos në flok. Nuk janë identike, por besoj duhet ngjaj mirë. Ndërkohë pemën nuk po mundem ta heq se më pëlqen shumë, edhe nuk e kam shijuar sa duhet, se kam qenë në punë. Por shumë shpejt do ta heq se s'kam ç'a bëj. U vesha. Kjo është veshja. E kam veshur me këto getat e Calcedonias. Edhe më pëlqen shumë, ky fustani të mban shumë ngrohtë. Të aj shumë shi dhe tani doli pak diell, e çuditshme. Qënë se jam me Terezi sot, edhe nuk jam vonë, do ju tregoj se çfarë mbaj tek kjo, si quhet, pouches, nuk e di si quhen këto, që pekuletat i them unë në shqip, që i fus në çantë, por sot mendoj të marr një çantë të vogël që nuk e merr këtë, kështu që do marr thjesht një shkëlqys dhe një laps mendoj. Tani, zakonisht unë marr këtë çantën polen, që është mjaftueshëm e madhe për të mbajtur shumë gjëra. Edhe brenda mbaj te kjo kuleta e vogël që ka poleni, mbaj farsoleta të thata dhe farsoleta të lagura. Pavarësisht se në studio mbaj gjithmonë. Kam këtë stativin, i them unë, që bëj vlog, këtë të voglin, po bie telefoni punës, një sekond. Vazhdojmë se në ndërpren. Syzet e diellit kam këto dhe i hedh kështu se nuk më pëlqejnë derisa të blej një palë të reja, se ato të miut mu prishën, nuk e di si do t'i rregulloj. Nëse dini ndonjë vend që rregullon syze, më thoni. Çelësat e makinës të shtëpisë i kam të gjitha në një vend. Kam këtë që luaja me Denzelin. Kam një lëpirë se unë si kalamaqe jam. Edhe patjetër që kuletën, ku e kam lënë, mirë që se harrova, e kam lënë aty, që mbaj lekët. Ja ku e kam. Gjithashtu marr me vete dhe karikusi. Por tani te çanta e vogël që do marr sot, nuk e di ku do t'i fus. Kam edhe telefonin e punës që e marr me vete, sigurisht. Dhe te kjo e vogla, çfarë fusun këtu? Kam këtë badimistin, që mund ta përdor ndonjëherë te studio. Lapsat sigurisht ta anajsit të buzëve. Mbaj një 2 lloje lapsash. Ja. Kam një mask, sleeping mask është kjo, e Medicubit, vdes për këtë firmën. Një krem duarsh të L'Occitane-it. E adhuroj këtë aromën, shumë e mirë, me qëra llafi t'i lyej pak duart. Edhe kam 2 lip glossa. Ky duhet jeti Essence, se i ka ikur ajo. Dhe kjo është e Clarinsit, e dini unë, më super pëlqen. Dhe një labelo. Sigurisht, mbaj gjithmonë një kapse flokësh me vete, e vendos tek çanta, sepse gjithmonë në mes të ditës përfundoj me flokët e kapura. Ose gjysmë të kapura. Kështu, këto ishin gjërat, nëse s'kam harruar në gjë të fus, edhe karikusi. Por sot do bëj përjashtime sepse do marr çantën e vogël fare, dhe do fus thjesht kuletën, një shkëlqys edhe një laps buzësh, kaq. Kjo është çanta e vogël që do marr sot. Ups, duhet me fut dhe telefonin e punës dhe nuk e di a do ma nxej. Portofolin e mbaj gjithmonë të vogël, nuk më pëlqejnë ato të mëdhenjt. Por pak vështirë, po jo, e mori kaq. Edhe këtë shkëlqysin, këtë lapsin i mori. Super fare. Po i do mbyllet. Po mbyll.
Kam kuptuar që nuk janë fare tipi i çantave të vogla, sepse dua të mbaj shumë gjëra në çantë, por bëj dhe përjashtime. Për shembull, kjo çanta është super për të dalë. Për çdo rast është shumë e mirë dhe shumë e kombinueshme. Shikon mu hap ka tani. Jo mbyll. O zot, çfarë kohe. Përshëndetje. Hi. Ka një Ikim për një date te Teku. Menduam se s'do dilte dielli dhe mora syzet e Benës, shoqërikishte. Se na qerroi fare. të shkokan këto Verasacet. Do t'i blej kështu. Se Ket. to ket aj më shkojnë. Po të shkokan shumë. Edhe të kombinokan tani që je bë me këtë të kuqen. Super. Nuk do ju tregojmë se çfarë do ham. Do bëjmë një video tani që t'ju tregojmë që ne erdhëm shumë shpejt tek Teku. Por na ka kap trafiku këtu në hyrje. Si gjithmonë. Po pak, jo shumë. Se bëm shaka, do ju tregojmë se çfarë do Qa ham. bëni mos e i lat lekët te Tegu i lat. Kush flet unë që vi për ditë? Jo. S'ka ardhur për ditë po Po thëmë me joni me Denzelit? 2016-ën. Po për ditë. 2016-ën, 2026-ën. O zoti ma. Po ktheva 10 vite më e re. Njësoj kam mbetur. Njësoj. Më e re akoma, po bësh. Po. Kemi marrë një garlic bread, një sallat me avokado. Ha, bëj një story ti. Shohim dhe një kafe tani. Kjo pjata më pëlqen, mua është shumë e bukur. Ja, ca filxhan kështu dua unë. Se këtu në fotos di ka kjo shila e bukur. Briel, qa do ti? Do cic? Cici? Ka tezja cici? Qa do ti? Teze? Qa do? Cici. Po s'ka tezja qumësht. Po s'kam për zotin. Do dalësh e shkënjyër. Shi do të marrë me të mira, ta di ajo që s'kam me vërtet. Po nuk kam o Briel për zotin. Nuk të gënjej. Puçe që këtezën, puçe. Rosa, nga kjo e bardha që i kisha hedhur kremës. Kam lënë pak dritaren hapur. Duhet heq edhe këto dritat. O zot, si është bërë këtu. Mos harroj t'ju tregoj blerjen e sotme, 2 maskat. Është kjo nga Dr. Melaksin, qa është kjo? Edhe nga Anua. Këto maskat i kam përdorur dhe më pëlqejnë shumë, kurse këtë do e provoj për herë të parë. Është ora 9 dhe unë akoma s'kam mbaruar, po dekoroj pak për Shën Valentinin. Ju kam thënë që unë festoj çdo fest. Akoma s'kam mbaruar, do vazhdoj edhe tej. Do dekoroj pak edhe këtë.
Kjo është për të ngrënë bukë në krevat, por unë e mbaj këtu dhe kur më duhet e përdor. Do heq edhe këto biskotat këtu. As the sun slowly crept into the sky, it filled the morning air with Do lajmë fuqat e make-upit se janë bërë zhurmë. Do më thënë këto jo, se këto i kam marrë të reja. Bleu Bella Durat, janë nga Freshworks. Ka pasur vetëm këto të, si ka emrin kjo? Real Techniques më duket e ka. Dhe të dyja janë shumë të mira. no matter where we go. Oh, my heart is yours to hold. Through all Hello, tani po e hap kamerën se thash po hanim drejt për qef sot në shtëpi ditë e diel. Bëm këtë tavën me patate me mish deri, por na lan dritat, gjithë ky shi që ka rënë dhe prap të tiken dritat nuk e di. E po e çoj te mami tani që ta pjek se për 5 minuta na la. Shkoni qa heqim ne? Na ka ik truri tani. Na ka ik truri. Për i qikë borë ndajt. Po, si kur s'keni pa borë me sy tani. Që taksirat kemi ne që po ikim për shkoz? Ua, nuk e di. Nese, më mirë ne që na ikën dritat, se sa këto që do ngelin ndajt. Ne ikëm morëm ca gjërat e djera e Belës, sa të na i pjeki mami tavën. Byrek, ka fut byrek edhe plëns fiksimin e çunave. Pra për atë kemi ikë dhe po ngelim trafik. Shikoj ti kësa bërek pas ka fut. Super. Kur qofin quna Ja dhe dreka e bërë me shumë sakrificas. Edhe dashuri, Edhe dashuri. edhe nervozitet. Po lemon. Limonin kishte ngrirë. Briel? Nuk do ikim jo. Ku je? Ta? Ta? Thirr një tezi. Ha. Briel. Ta. Tezi. Ve tezi. Ta. Të shion? E mirë? E kemi bërë si vetja. Ja dhe pika që do. See you later.